3 herë, do thot 2 herë ose herën e tretë nëse s'ga bëj. Do thot ka pas paraqitje shprehje interesi. Do thot që ajo në rast se ka zgjat 30 ditë po supozoj. Ose 20 ditë. Një është në korrekt, një është në 7 orë, po. Ajo ka puton. Do thot 7-8 muaj ka zgjat për shkak se s'ka pas interesim. Do thot kur mu më kanë thonë që ka interesim, do thot këmë thonë Okej, krye. çfarë mundësie e jashtëzakonshme me dhënë drejtim edhe me hek Kosovën prej listës së vendeve me rrezikshmërinë më të lartë në trajtimin e mbetjeve shtatësore. Edhe një diçka është e rëndësishme për opinionin. A e din ti si gazetar, po bona gazetar po shtroj pyetje, çfarë veprimtarie merret ish kryeshefi? Se unë me ju si shandru për shumë. Po. Ma mirë që s'nuk shëndro. Do thot, ma mirë atu ku je. Kryeshefi i Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës, në kohën e cilët është ndërtu kjo fabrike, a di me çfarë veprimtarie merret? Kryeshefi? Ish kryeshefi, në kohën e cilët është ndërtu kjo fabrike. Okej, jo, nuk e di. Me të njëjtën veprimtari merret lezhë. Ka biznes. Lartë sa ma shumë që prej në grupet interesit. Si grajzit janë reagimet. Në krejt botën për se cilën tim. Une, tash e këm kriju një lloj imuniteti. Po! Në fillim e këm pas tepër e këm marrë nga të zemre. Po ma merë menja. Sa ma shumë që prek në grupet interesit, veç kur të pashti vetën, zije tërë të full në për portale, a me vlera është dhe dhe 60.000 tani dhe 1 milion, 60 milion, 60 milioni është për projekcion, hiç lidhje s'ka vërtetës. Amo perle a kejtë kësaj është që i këm dërtu presidentës, kur do që të akoj këm e thonë as falimnerës më këtë thonë. Edhe do thot kjo është skandal të primat. E funit krejt. Tem tjetër që u bo halakomën publik, po jo në raport me ju personalisht. Rogën, a morët si deputet as si minister të ashtet muj? Ne ju kemi drejtu administrata kuvendit nga ka shkru email. Okej. Emailën që në është adresu është që a dëshirën të meni pagën si minister në detyrë, apo si deputet i zgjedhur. Përgjigja jonë për administratën edhe për thesarin e Ministrisë Financave ka qenë që respektoni praktikat e mahershme. Që i vjen? E tash, praktika ma hershme kur doli rroga e pash që rrogën e morat ministrit. Okej. Që si pas gjitha gjasave tash, po supozoj që qaja ka ndodhë, dhe do thot ne vazhdojmë i marë pagat e ministrave dhe ma mirë që i marrim pagat e ministrave, për shkak se ka shumë përfolje që po thojnë, ka dhe të atil që po thojnë po shkojmë për meditjes për konstituin kuvendit. Jo, ma jo ndru regulloria kuvendit, meditje ndryshe mirë. Është e rëndësishme për medit qytetari se dikush po menon që po shkojmë për edhe për meditje. Sa herë që nuk arrimi konstituu kuvendit vallaj, unë nina situatë tepër të cikletshme. E një barën e përgjithësisë për shkak se dhe besimi qytetar ka qenë tepër i madh për mua. A keni po që të sondazhin që po e qëtë vetë vendosin 5% ma ullë, ta veç është spekulim? Po i bësh sondazheve para zgjedhjeve na e na kon dikon 30%, apo? E na shkon 42%.